Mazhoranca dhe opozita janë përfshirë në debate politike në Komisionin e Ligjeve teksa diskutonin për ligjin për përgjimet elektronike. Nënkryetari socialisti i komisionit Fatmir Xhafaj tha se ky projekt ligj mund të krijojë hapësira për abuzime në përgjimet dhe se sipas tij krijohen institucione paralele përgjimi. Ndërsa deputetja Selis Roz, Ermonela Felaj akuzoi mazhorancën se ka përgjuar opozitën dhe diplomatët në Tiranë në mënyrë të paligjshme. Sot kemi një kakofoni institucionesh në vlerësimin tim, se kemi shërbime paralele që përgjojnë, se kemi munges të kontrollit parlamentar, që është një element shumë i rëndësishëm. Këtu nuk është çështje opozite. Këtu është çështje ndjeshmërie e qytetarëve, është çështje ndjeshmërie e jona si përfaqësues të tyre në këtë institucion ligjvënës. Për këto akuza, deputeti demokrat Genti Strazimiri tha se opozita po përpiqet të gjejë justifikime elektorale, pasi mazhoranca sipas tij nuk ka arsye të përgjojë opozitën. Ti përpiqesh të ngresh tymnaja se dikush po na dashka të përgjoka kë opozitën. Për çfarë? Për alternativë? Nuk e keni, e dinë që të gjithë. Pra s'ka nevojë të përgjojë njëri. Është një ligj që ka të bëjë si shtatë zonja Hysi, ekskluzivisht me Ministrinë e Teknologjisë Informacionit, sepse kryesisht ka të bëjë me detyrat që providerat kanë për të dhënë akses institucioneve shtetërore. Dhe disa po efekte. Ndërkaq, me votat e mazhorancës dhe me abstenimin e opozitës, komisioni kaloi në parim këtë projekt ligj, ndërsa nen për nen do të diskutohet këtë të martë, pasi deputetët të njihen me raportin e prokurorisë së përgjithshme të bërë në Komisionin e Sigurisë.